Super, dhe më thënë koncerti i si vjetëshëm që bëri përmbyllin, apo jo të vitit, se për momentin kemi ikur në pushime pak, apo jo. U bë përmbyllja e vitit e studios apo shkollës e baletit Tutu, me koncertin Tingu i Shqip që në onë bajt me 14 qershor, dhe kishim 2 koncerte atë dita, apo jo. Na shpjego pak si çfarë u prezantua në këto koncerte dhe po ashtu kalojmë më pas edhe tek pika që dhe vetë i surprizove të gjithë kur dole në skenë. Kjo ide erdhi do me thënë nga fakti që përveç asaj që këngët shqip kanë një magjit në vete dhe janë vërtet realisht këngë shumë të mira që japin emocion shumë, ndoshta edhe për faktin që neve na japin edhe atë emocionin e traditës tonë, ne vendosëm që këngët e jenë shqip, po kjo vetëm jo për këtë, po edhe për faktin që ne dim që arti në një farë mënyre duhet të përcjellë edhe një mesazh dhe të jep edhe një kontribut edhe te publiku edhe te vajzat tona, kështu që vendosëm që këngët e jenë shqip për të mos u humbur kjo tradita edhe vlera që kanë këngët edhe arti jonë në vete, po.